Srjollit, me vendim gjykatës të apelit, formës prerë, i është provuar që janë pronar toke në vendin ku po ndërtohet kompleksi krizik. Çka do thotë që policia, të paktën nga momenti i daljes së vendimit të gjykatës, duhet të ndërpresë çdo mbështetje me punonjës policie. Njërës se ka për detyrë ka mbështese, fare kompani private, se duhet marrë polici private e tjerë, dhe duhet t'ja garantoj këtë, duhet t'ja garantoj policia bashkiake, sepse policia bashkiake ndjek zbatimin e projekteve dhe vendimeve të miratuar nga qeveria ose nga bashkia në territor të bashkisë. Policia e shtetit është vetëm për të shmangur konfrontimet dhe për të parandaluar ngjarjet kriminale. Por që shkojë policia e shtetit për të mbrojtur makinat e një privati, kjo s'do të ndodhë. Ne kemi tash 2 muaj e plera. Ne kemi 2 muaj që forcat e ndërhyrjes shpejt. Policia e Shkodrës janë komplet në mbas